Bravo. Unë jam Shqipe Zogu, vajza e Bale Gjemal Zogut, i zhdukur në luftën e fundit në Kosovë me 29 maj 1999, i zhdukur në fshatin Komoran, komuna Glogocë. Unë jam Fadil Muçulli, nga fshati Paklek, komuna e Drenosit, bashkëshorti i Ferides, babai 4 fëmijëve shahides, fëmija i madh, Naserit, Ylverit edhe Gzonit. Vëllavi 4 motrave, djali 2 prindve, Sinonit edhe Elhemes, motrat janë Eminia, Elifja, Sherifja edhe Hafja. Unë jam Musaf Shala, djali i Ragip Shalës që është i zhdukun, me 22/2/1999 në moshën 65 vjeçare. Unë jam Qazim Muj Shala, për Broje. 2 djem mi kanë vrahe në Zbic. Krejtë jënë konë 12. Ja sam Radmila Šapić, rođena Šmigić. Rođena sam u selu Leočina, to je blizu Rudnika. Tu su mi nestali moji roditelji, otac i majka, 9. juna 1998. godine. Unë jam Naim Karaqica, i biri Shefshet Karaqicës. Unë jam invalid me 13 prill 1999, ku edhe babën po ashtu e kam zhdukun me 30 prill 1999. Unë jam Nagjie Dervishe, burrin e kam zhdukur në Be Dervishe, për vitit 1999. Aktualisht kemi 1500 gjatë persona, për fatin dhe vendodhen cilë nuk dihet, por që janë listën e personave zhdukur. Tridhjetë maj vitit 1998 do të shënoj nisjen e zbatimit të një strategjie luftarake, e cila për vite me radhë do të vazhdoj të mbajë në ankth mira familjar të personave të zhdukur. Në Poklek të ri, një fshat afër Drenasit, do të regjistrohen 9 personat e parë të cilët u zhdukën pa gjurmë. Nga kjo datë, për më pak se 20 muaj, numri të zhdukurve do të tejkalonte shifrën prej 6500 personash. Në vitet e para, disa prej tyre u zbuluan të gjallë në burgje, të tjerët të vrarë të varrosur në varreza masive, ndërsa fatkeqësisht, rreth 30% e tyre vazhdojnë të jenë ende të zhdukur. 26 vite pas përfundimit të luftës, 1560 persona të gjitha etnive vazhdojnë të jenë të zhdukur nga lufta e Kosovës. Ky numër, për shumë betejë botërore, është i papërfillshëm, por në kontekstin e Kosovës, ky numër paraqet një traumë të gjatë shoqërore për mira familje.
për të shkaktuar këtë traumë kishte një plan të strukturuar, i cili synonte të mbulonte krimin dhe të krijonte traumë shoqërore të vazhdueshme. Statistikat në dëshmojnë se rreth 10% e viktimave shqiptare u zbuluan të varrosura në varrezat masive në Serbi, ndërsa në regjistrat e luftës ende mbi 12% e viktimave në total vazhdojnë të jenë të zhdukur. Në mes viteve 1998 dhe 1999, Drenasi, Skënderaj dhe Vushtria llogariteshin si komuna jo të mëdha dhe me fshatra të pazhvilluara. Në këto 3 qytete jetonin komunitete të përziera të dominuara nga komuniteti shqiptar. Në fshatrat e zonës, por edhe në qytete, koha e vllazërbashkimit dhe e ish Jugosllavisë kishte krijuar fshatra dhe lokalitete të përziera etnikisht. Nisja e luftës në vitin 1998 do t'i shpërbënte këto lidhje. Në më pak se 20 muaj, qindra njerëz do të vriteshin dhe mijërat e tjerë do të zhvendoseshin nga pronat ku kishin jetuar me shekuj. Dëshmitë për masakrat kolektive, zhdukjet kolektive e deri tek zhdukjet individuale janë në çdo cep të këtyre komunave. Përpos varrezave dhe shkatërimeve, lufta la prapa qindra të zhdukur. Qindra të vrarë nga kjo zonë do të zbuloheshin të varrosur në varrezat masive në Serbi, ndërsa edhe pas 26 vitesh, 145 familje të gjitha komuniteteve ende nuk dinë për fatin e familjarëve të tyre. Rastin e rajonit fjalë për Drenas, Skënderaj, Vushtri, po flasim për një zonë, nuk di nëse është fjala duar e dëmtuar gjatë luftës. Aktualisht ka 145 ose më shumë se 145 persona që vazhdojnë të jenë listën e personave zhdukur pra nga këto 3 qytete. Sa i përket komunës Skënderajt, e përmenda rastin e Izbicës, ka qenë zhdukja më masive, edhe pse aty ka dëshmitar, ka mbijetuar që e dëshmojnë vrasjen, pastaj trupat janë mbledhur nga fshatarët dhe janë varrosur në varrezat e fshatit, mirë po më vonë trupat, siç e përmenda, janë e sumu dhe janë dërguar në Batajnicë. Shumica prej tyre janë gjetur në varrezat e Batajnicës. Po, saktësisht me trotën e majit vitin 1998, po flasim për Poklekun e ri, pra në cilën, siç e theksuat, jo kemi rastin ose grupin e parë ose rastin e parë zhdukjes në masë, pra zhdukjes me forcë, ku nga jo koha ende kemi listën e persona zhdukur nga 9 persona për fatin dhe vendodhen cilën nuk dihet. Si të rritë be, tonë të rritë jenë të mirë, tash e vëllad. Më kanë dukë që më të mirë s'ka pas kërkun heqë. Jënë kanë shëshnun, jënë kanë të mirë, jënë kanë dashtën. Veç qka kanë mujtë me një mu dikuj, se kur s'kanë këshyrë me bo të lashe. Po, dhe që aty e këshin pas, i hjekë. Veç pe i qefi se as kanë pas zërë, as sen dyja të zëtit, kur gjësë kanë bon. E tash tonë i kem gjetë veç një djallë temin dritonin, ato se kem gjetë hala. Unë e di që ajo shku tash, nuk o reni që jo kun, po bile që ta eshna me apa gjetë e me ditë ku ja. Po fuli për 22 shkurt 99-ës. Edhe prindi u larguën me mëngjes, me një motër ka qenë ato, me Bedrien. Edhe motra ka orë në Shqipol, unë kom qenë në Shqipol, i strehum, se atje forcat na sulmojshin gati për çdo ditë. Edhe baba u largue gjatë ditës, por në mbrëmje u kthye me shkumjo qitë kashve. Edhe prej që ati momenti në ora 2:04 mas dite, ma nuk e dimi ku ka shku dhe kush e ka marrë. Kanë pas me ardhë në Komoran, tek shtëpit tona, sepse aty ka pas furnizim të mjaftueshëm me mielë.
edhe babi ju ka pri. Babi ka qenë civil bashkë me 30 veta tjerë civil. Babin e plagusin në kam, ndërsa në pamundësi për të mbrojtur dhe për t'ju kundërpërgjigjur me zjarr forcave serbe, shokët e tij largohen dhe babi mbetet i plagosur atë. Nebije ka qenë njëri shkollum. Ka pas në atë kohë të kryen fakultetin ekonomik dhe të i vazhdu magistraturën. Të i punu, po që koha e bonit vetën, u arrestu në ofenzive në Verbovcit, me 30 prill 1999, së bashku me 300 shok ato që ka jenë ka duke umbrojtur. Moj otac i majka bili su zemljoradnici, seljaci, kući, od toga su živeli, podigli su 6 dece. To se desilo 9. juna u 10 sati ujutru, 98. godine, 1998. Oni su sedeli kući normalno. Struja im bila isključena možda 2 meseca i nisu imali struju, nisu imali ništa, nisu imali televizor, nisu mogli da čuju radio, ništa. I poveli su ih prema rudniku. Jer to sad po priči... Po priči koga? Po priči ljudi, tako što se čuje, rekla, kazala. Ja ne znam to. I kod pumpe u rudnik, za skretanje za moje selo, kod pumpe posle rudnika tamo, prema peći, tu su njih poubijali, pucali u njih i ubili ih, tih 4. Majku, oca, bratov strica i strinuti, moje rođake, a majku i oca. Si kanë vra ata jenë këthy fill, drejtëm shpisje në orë. Edhe ty e gjuh hymjen. E shpisi mos me mujtë ata me dollë jashtë. Që e ko mrena. Ty e në mitë 57. U orë mrena, u hi mrena në shpe, u shku të dera ku e në ko 57 njerëz. Salam. E ka hop derën edhe ka gjuh 2 bomba dorës. Pas qëtësimit bombën e parë kër e ka gjuh, e lëhome mu qëllë nuk konë 13 gjys, 14. U konë, ajo në të kohë u konë ullë nga dritarës. Kër ka gjuhë bombën e parë, ato ka gjuhë jashtë. Edhe ajo u dollë mas shpije dhe u dollë në fshatën. Tjertë jenë metë mrena. Pas qëtësimit bomba, u hi mrena me pushka automatike ka gjuhë deri e saj ka menu se i ka vrot gjithë. Edhe u largu pe atuj. Kër e largu, aj, si ka gju mrena, i në qu Ramadan Muqulli, Hysen Kluna, Lumnie Muqulli, Leotrim Carako, Arbenita Muqulli u konë 3 vjeq, edhe i ndalë pe atuj. Ramadani me Hysenin i ndalë në barë, Lumnia me qikë drugël, 3 vjeqë edhe me leotrimin një në orën 4. Qëto? Për mja nru të ishat qikës si u kun veç gjak. Tu su ubijeni i tu su oni ostavljeni. To je više puta bilo, tu ima jedna livadica i tu su ostavljeni. To je bilo juna meseca. Oktobra meseca su im našli garderobu. I ta garderoba je donešena, a od tela nigde ništa nema. Ništa, ni koska, ništa. Da li su ih negde odneli, sahranili, ali njihova garderoba, čak je bio pramen kose,
od moje majke u marami. Marama i pramen kose, jer ona imala dugu kosu. I naša policija je tu pronašla tu garderobu i doneli su ovde u MUP-u, u Mitrovici. I oni su pozvali mene da idem da prepoznam. I ja sam išla, nisam ja išla, sin mi nije dozvolio. Kaže, ti ako odeš nećeš se vratiti više. I on je otišao i prepoznao je. Sva garderoba je bila od mojih roditelja i od tih komšija, i od tih rođaka. Ata dy në pështu këta, 12 i kanë zonë, i kanë zhdirë poshtë, krejt atje të shpijat. Atje ishin konë sa dy, me siguri oficire, në konë sa i kishin poshtu, se një djalli miqin Sumet gjithë natën qutë, gjithë natën e kena rua aty. Tani hajka të zeke, na qonë sa aty, sa vetën, ku ishin konë filja në ven. A ishin konë të ikë, ju. A kishin pasë arme, ju. Veç tonë tu, s'ka vysa këta me marrë heq. Në qëta, sa jë në ardhë 2 tjerë. Sa e vranë një aty, veç ne kanë kësuj, sa bërë tonë, dikush shumë që aty, dikush i gjitë pak ma në stamë, ma në shpatë. Në mes viteve 1998 dhe 1999, në Kosovë ishin regjistruar mbi 6.500 persona të zhdukur. Në përqinde, kjo ishte një shifër shumë e lartë në raport me viktimat e konfirmuara si të vdekur. Në muajt e parë të pas luftës, një pjesë të zhdukurve u zbuluan të burgosur në burgjet në Serbi. Pjesa tjetër nisi të shfaqej në kërkimet, të cilat po i zhvillonin mekanizmat ndërkombëtar të mjekësisë ligjore. Në mbar vendin, mbi 2000 lokacione u identifikuan si varreza masive dhe varre individuale, ku ishin varrosur të vrarët e luftës. Gjurmimi do të vazhdonte edhe jashtë territorit në kërkimet për varreza masive në Serbi. Por, mira kërkime të zhvilluara deri më tani nuk arritën të zbulojnë 1560 persona të cilët ende figurojnë të zhdukur. Naim Karaqica nga Drenasi jeton për të ndarë tragjedinë e tij. I kidnapuar gjatë ofenzivës së prillit, ai ishte person i zhdukur por më shumë se 2 muaj. Në familje, të gjithë e dinin për të vdekur, ndërsa po e kërkonin vetëm trupin e tij. Në pak muaj, familja e tij do të përjetonte shumë tragjedi. Vëllai Naimit po ashtu do të figuronte i zhdukur, ndërsa bashkë me të edhe babai. Ky i fundit do të gjinde i vdekur pak muaj më vonë. Mu më ka rëk plumi këtë, do më hanë, edhe më ka hup orientimin, më ka rëzu, po mirë që atë shpejt kanë mrënja ata, sa që veç i kanë rëtullu, kanë po që është i vdekun, e i ka një okferë, do më hanë krye, i ka edhe ka dris, edhe avdis, edhe gjëvdejt, do më hanë, i ka prisha kufumat. Për më shumë se 2 muaj, Naimi do të endej në pozbloqet e paramilitarve, do të maltretojë skajshmëres dhe disa herë do të lihej si i vdekur. Gjatë kësaj koha e dërgohet në spitalin e Mitrovicës, ku merr ndihmën e parë, e më pas rikthehet në Skënderaj, ku hidhet në rrugë si i vdekur. Trajtimi i tij do të vazhdojë në spitalin e Skënderajit, ku ai do të maltretohej vazhdimisht por rreth 2 muaj deri në përfundim të luftës. Edhe me një ven ato në olin, atë farë kamionin, është me shku rruga për spitale, kryqëzimi dhe sheshit, ashtë kush më në din. Bili u konë na një pemi, këna hokëjsi. Edhe këshyrë një më në si më ka dole, i bertet tjetër edhe më gjunë me krye në asfalt. Edhe me së atë pandjenja dhe më hamos, s'më pas djenja, po bje shi, natën. Dëshmit nga tereni flasin për planet të strukturuara, ku përveç vrasjeve familjarët vazhdonin të përballeshin me pasojat e këtyre planeve famkeqe, pasi trupat e viktimave zhdukeshin. Në Poklek, viktimat u dogjën në tentativë për t'i zhdukur gjurmët e krimit. Në Izbic, Runik, Vustre dhe disa zona të tjera, gjatë periudhës së luftës, bolduzher dhe kamion u angazhuan për të zhvarrosur dhe më pas transportuar të vrarët të cilët u dërguan mbi 400 km larg vendit
të krimit, në zonat ku kishte varreza masive si Batajnica apo Rudnica. Fadel Muçolli është një histori tjetër. Ai sakrifikoi jetën e tij për të arritur që t'i mbledh eshtrat e djegur të familjarëve të tij. Betejë për mbetjet mërtore ishte sfida me të cilën u detyrua të përballej familja e tij pak minuta pas vrasjes. Ku diçka se shti qysh me shpreja, shti qysh me spjegu atë moment. Ku diçka e të mërshme, diçka se s'mishaj me besu. Ate i kanë vra mi kallë pse. Qëton së adin, s'mishaj me bindë vetën si kanë të. I mullë kun kojt. Kun najdi kun janë një orë e gjysë. Ullë. S'kun dashtë në më afru për koshma. Ma ka pru dikush dhe ujë. Dikun mas një orë e gjysë, e më qënë komë dhe këmë thonë që i gjallë, se jam, unë kam shku me i në shpej. Edhe, nuk më kanë lo vetë. I në ardhë, në 19 prill, mbrëmje. I në ardhë dhe i na i këtu. Desha me bindë vetën. S'mu isha më bindë. S'mu isha, s'desha me besu. S'mu isha me besu. Vritën të rritën. Më vra fëmija. Më djegë fëmija. Qëtonë, s'mu isha me pranu. Jem ardhë. Terro, natë. Sin jem ardhë të dera imes hera. Kemi në koridor, mrena në dhëmë, s'm kanë lau me hi. Unë kam ardhë të një zoj e vjetër nga fshati Rudnik, e cila ka mbet e vetëm në fshat me bashortin e saj cilin e ka pas të paralizum dhe s'ka dasht me braktis, ka mbet në një shtëpi të huaj dhe ajo ka dëshmu që procesi zhvarrimit ka ndodh edhe me mekanizma, si që janë eskavator dhe trupat janë vendos në kamion të ndryshëm dhe janë largu nga ty. Ai proces ka zgjatë tërë ditën. Na i kemë vërës njëherë, se dëvranjë në konë që aty, ku jënë vra që aty ishin konë. Ata si kanë largua, se kanë moras, qatë natë. Ne e strit, unë e pjatë tjerë i kena morë edhe i kena vërës. Ne e strit u kona, ja. Edhe mas sa nuk po mu e di, mas sa dite, jënarë të gjuhë sa kanë mujt pe i kajt, na ishëm një zbit. Vala të shëmbëll, të gjuhë sa më ishin të gjuhë zaherën për me ikë mu largu tjertë, edhe në shku i kanë hjek krejt pe atyt. Po? I kanë marrë pe atyt. E tash dhe i prënën u gjenën e drejtun e ju. Çka ke mujt me po ato ditë kur ata e nardhë dhe i kanë hjek trupat prej varrave? A ke mujt me po diçka? Po, në tikun ka përcyn, veç që dalë shumë pak një kodre, i këshyrë shumë, po unë ka la blak tonë, adalet aty, se nga të se na konë, ku më guzo më shku, si shërani që shkojmë, veç e dishëm që diçka po bojnë, ata ishin këto i marë. Edhe dëshmitarët në Tribunalin Penal Ndërkombëtar për Jugosllavi, të cilët kanë dëshmu mbi procesin e zhvarrimit,
nuk kanë treguar se zhvarrimi është bërë në mënyrë të dinjitetshme, thjesht zhvarrimi është bërë me mekanizma. Një prej dëshmitarëve i cili ka qenë themi bagerist dhe ekziston dëshmia e tij edhe video dhe audio, rëfen se zhvarrimi është bërë në muzikë, pra kur ka qenë pothuajse kushtet nuk kanë qenë mira për më pa çka ka ndodhur, edhe thotë sipas gjitha gjasave unë i kam dëmtu disa trupa gjatë zhvarrimit, ndoshta ndonjë dorë apo këmbë është shkput sepse s'kam pa mirë dhe ashtu janë vendosne mjetet transportuese. Pra nuk bëhet fjalë për një zhvarrim themi ku ka pas ekspert të mjekësisë ligjore ose diçka të ngjashme. Thjesht janë marrë trupat dhe janë larguar. Ulëmtimet e Tribunalit të Hagës, hetimet e Prokurisë Speciale dhe deklaratat e dëshmitarëve dokumentojnë se në zonë pas vrasjeve pati plane për zhdukjen e viktimave. Në Izbic, Runik dhe disa zonat e tjera fshatarët i varrasën familjarët e tyre. Por, pak ditë më vonë, njësi speciale u angazhuan për zhvarrimin e tyre dhe dërgimin e trupave drejt Serbisë. Në qytetin e Vushtres, pjesa më e madhe e trupave të masakrës të njohur si masakra në oborin e Kahrimanit u gjetën të varrosur po ashtu në varreza masive në Serbi. Në Skënderaj ka pas vare të shpërndara, dhe thotë se stash ajo pjesa më mas luftës numër 2 i kemi punu. Në Izbic ka qenë një shtëpi në pjesën e poshtme kur i kanë tërhequr se i kanë vra, kokat kishin mbetë në fund gardhit. Te punkti i policisë së Izbicës i kemi zhvaros e kanë vra aty, do thotë, bile ato për zgjallë e kishën shti, sepse kishte pas allej në brendësi të vrimës së gojës. E deri te kjo pjesat që e quajmë të shavarinat të drenasi. Të drenasi është punu nga ekipi i Belgjikës, kur kemi shku ne, do thotë, kishin marrë rroba të kishin qitë me një qesk para secilit epitaf. Aty pastaj u bën një rëmuj sepse natën qanti kanë marrë, kanë lëvizë ato dhe kanë përzi këtë varezat me metoda klasike. Prej këtij rajonit më shumë më mbetet në kujtesë rastet se i kemi gjetur pra në rudnicë të Rashkës, duke qenë se ata 53 trupa kanë ardhur nga regioni i Drenicës, përkatësisht nga fshatrat Rezall, Çikatove Vjetër, Zabeli Poshtëm dhe Glanasel, të cilët janë vrarë gjatë pranverës së vitit 1999, realisht janë ekzekutuar dhe pastaj trupat e tyre janë fillimisht janë gruposur në lokacionin primar në aty ku janë vrarë, për të tërhequr pastaj edhe për të zhvendosur në varrezën masive në Rudnicë, ku edhe janë gjetë në vitin 2014. Është gjetur në Batajnicë. Them t'i falenderojmë vëllezërve Bityçit, të cilët faktikisht shteti amerikan e ka arritur që me zvolu dhe thot ato vareza. Në fakt, në Batajnicë, kur kemi shku në mi marë atove që kishin qenë punune edhe pej ekspertve mjekuligjor të Serbisë, në monitorim të dikujtaj të PISA, fondit humanitar. Atje në zonën ushtarake, policore ushtarake, një zonë e madhe, ku i kanë varos, kanë qenë 9 vare. Në Rudnicë, objekt parking dhe cili është pastaj përdorur në vazhdimsi si hapësirë nga një kompani për mirëmbajtje të rrugëve, po ka qenë ajo zona Gurorës, që është shfrytzuar pjesa e knetës moçarit në atë zonë për të
groposur ose varrosur për shkak të familjarëve, mbetet mortore se kufomat e viktimat masakrës së Rrezallës. Fundi i luftës nuk është një histori gëzimi për të gjithë. Familjet e ndara nisën të gjurmanin fatin e familjarëve të tyre. Në fund të luftës, kryqi i kuq ndërkombëtar kishte evidentuar qindrat e burgosur në burgjet e Serbisë. Kjo u shndrua në një shpresë për familjarët, të cilët nisin kërkimet për gjetjen e tyre. Pak orë pasi trupat e NATO-s hynë në Skenderaj, Naimi niset për në shtëpi. Ai nuk kishte informacion se vllai i tij ndodhej në burg, ndërsa babai i tij ishte i zhdukur. Unë e kisha marrë një që pastrojnë u kanë 3 kanë shidrunit me i farbishti për me pastru, veç që ata ma këshin dhënë spital, s'kisha, me që ata të jo majtë, veç me një kam, që ashtu dhe u murë kë, me hanë ja 4-500 metra më qute mesht, shkova ato, kur hinja ato mrena, i bje halav të legë, kur më shojnë, se ka para me ndu kërkosh që më në mshe, dhe i bje të legë e brime. E këshim pas një flinja ato, me thënë me hangër buk, ka shi zdu veç dhe ujë. Shaj lët, jo marrë dikon ka ora 1:09, 1:09 ka mujtë me kanë. Kërë më në shpe, se ishin kanë të je prit këtë vlanë, nana e gruja mingje se të je prit këtë vlanë, ta shtet pej marakit që ka bo me këta, këj i ri e kanë qitë me lama. Dhe kërë më hi, anë, brim ju ka shku të madhe të vëgët, të qunë me thmi, mos zishin që a bubohet. Ato, mos që mujtë me flajt, hajë zotin arujt. Berë, ne i strateg sa pak marrë vesh për mizër, për babën të ishin ja i bërgusën, ja për vlovë që ashtu. Tha, apo dani tha mja dha në emën të një avukatës, tha merret me punë sekrete, edhe e aranjmum në një visit me shku, one vendosa se fëmini kisha të sigurt, edhe pa tjetër, thash ka me shku me pa, me vizitu. Ashtë qështa, masi po gjendë kanë në burgun e Zajeqarit. Edhe kina kontaktu me telefone, kina lion, ajo me ardhë më na marrë neve, që ajo Katarina, në Shkop, edhe me kunatën të Emzelijen, i na shku me 24 mars, ditën një vetë kur kanë fillu bombardimet. Nuk e kom ditë që është dita adin kur kanë fillu bombardimet për Sërbin natës. Ajo Katarina na ka prit jashtë tejlava adin, se s'ka pas drejt me hi. Kur i na hi ato, kina dërzu, na o ka pranu, po shkojnë atash ato na dhomen, si shaka korna për burgje, po shkojna, na i kontrolun qantat, tha ku i keni gjanat ushqimore edhe garderobën për person. Edhe pret, thash neve, oj zëjnë, na shkoj koha neve. Tha, nasht, letë shkojnë, tha, mjaftojnë 5 minuta, vesh t'ja shohën ftyrën, tha, dhe të dina den. Pret, s'ka, s'është të kërkosh, pret, kur erdha i gardiani, shqip, tha, hajde këtheno. Tha, kush ju ka thonë juve që këj person është të në burg? Kjo avokatja, para se me hinë, tha, që ofse ju pytin diçka, mu më së mlajmërani. Thash, na tani, adin qësh na tha ajo, thash, na kena informata për kryqit kuq ndërkombëtar se këj person gjindet që të burg. Tha, së është e vërtet, aji gardiani. Tha, për kryqit kuq, tha, se kryqit kuq, tha, deri tavanet e qëti burgut i ka kontrolu. Tha, që këj amen i qëti personi, nuk gjindet në këtë burg. Tha, veç keni marrë, tha, informata gabim, që tha, lista 40 persona, tha, janë këto pej Kosove, ishin ka mbrojës një person, t'Jablanicës Pejës dhe Gjakovës, kish pas me mbi emnin Dervishri. Po, unë kom qenë dhe
Në Rahavec, në podrom, kom qenë dikun një vëtëherë. Për me këshyrë në bazë të isha, në bazë të analiza, mos po mundu me gjithë kufumin e tina, po për fatë nuk kemi mujtë me gjithë kurgjë. Kanë qenë për analiza, kanë marë analizat, vlau tina, motrav tina, thmive neve na kanë marë analiza për me zbulu, kur ku ju në gjithë kufuma dikun në për vërreza masive, po nuk ka pas rezultat, nuk u gjitë. Jesam, uvek. Ja sam u udruženju, ja uvek se srećem, uvek idem kad me zovu. Dok nam bio živ ovaj predsjednik Rade, išli smo, non stop smo išli, svuda. Prištinu non stop, u Mitrovici, sastanci ovo, južni deo, svuda. Gde me zovu, ja svuda idem. Ali sad kako nešto slabo zovu, slabo. Evo, juče sam kritikovala ovog Negovana i rekao mi je da sutra, da u stvari u subotu ima nešto u Prištini. Rekla sam obavezno ću da idem. I tako. Da, interesujem se, ja sve slušam, sve gledam, sve se interesujem, ova iskopavanja što su bili, ja želim kao za moje, tako za sve ljude. Ima ljudi koji su, ima žena koja je bila sa mnom, 13 članova izgubila. Ishte shumë e vështirë me rifillu jetën. E di që motra e madhe refuzoi edhe të shkonte në shkollë. Ishte në shkollë të mjekësisë. Kur filloi viti shkollor, ajo ka vazhdu me disa ditë ose javë, nuk mbaj mend, më vonesë, për shkak që s'kishte as pak vullnet fillonte jetën. I zbardhni mëngjeset të shpresu që diçka do dim për të. Çdo lëvizje ose hapje e derës ishte sikur një thirrje se mos rastësisht dikush po na jep një lajm për babin. E di që veç ditëve kur ka pas shi, se gjithë kohën thuajse gjyshe ka nejt jashtë të prit, mos po vjen dikush edhe po i thot diçka. Agjallart, agje, edhe antarët e tjerë, burrat, familjes së gjerë, me njerë si kemi ardhur prej luftës, kanë fillu kërkimet, e kemi kërku në bunar të ndryshëm. E kemi kërku, babi ka pasur një kanal i cili ja ka mundësu mirë rregullu automjetet, do me thënë i hapur, edhe ajo pjesa e kanalit ka qenë prej punës që ajo ka bërë e mbushur me vajra të ndryshme të mjeteve, të automjeteve ose mjete motorike, edhe thellësi shumë e thellë. E kemi kërku edhe aty e kemi gjetë një kafshë të ngordhur, edhe e di që agje, kur ka has në diçka, ka dalë edhe ka qajtë se ka besu që e ka gjetë babin, po tani ka dalë tja që është kafsh. Edhe një që në mërdore, është në zë neutrale, vinë avokat sërbët, edhe është këfuri atë, i thamë një kusherinit e kishë dhaj vlovë në zhdukën. Pazari. Apo vjenë. Tha ku më hashkëj mërdore. Po folim me thamë, pi kalzaj, thash e ka emnin Shefshet, e ka emnin Hajzer. Për këta dy e disha, ma shumë zdisha, hash po nëse ka të glana sejles, hashën jam i qati fshotit, që ti e në gjeje gjonë, hashëm të regënë në shkëj të regëj familjes, hash se ka të glana sejles shumë shdukën, po nuk e di. Nuk e di, u kanë mas pari mi adhonë 200-300 marka, me startu fjell, kështu mi adhonë, po nëse e gjonë, 52.000 marka, me ta pru. Në regull jem hëtë për Jakub Logonë, hëtë mas 2 ditë të tregaj, kur me dalë për mi marrë qyshe tek, se di, sum lënë këtë ty u karahat, unë edhe apet mas 3-4 ditë, apet shkejt e mila ime.
Hash mil bre, thash me thirrë, herë thash që ky bërë që u koll diçka që të s'është rregull. Edhe hajde bre për thirrëm. Edhe thirrë ai, Milaimi. Edhe kur e thirrë përgjigjen e këna po, s'ka kur gjë. Edhe mos më therrni më pengu mo. Kaq. Domethënë, mos e që u koll burgën Serbi, domethënë mo jenë shu shpresat kështu për bab tem që mund me konë më gjallë. Se dy rekna ka hanë mo, s'ka kur gjallë, mos therrni. Ka pas rast. Ka pas rast në shoferi kekit, po emrin tash nuk ja di. Unë pa thonë që nëse dënë muna më ta gjetë një avokat që ajo është i burgosur në Serbi, edhe ty t'i jep informatat për prindin tënë, ndalëm sot ja jepëm adresën, ja jepëm 500 mark në atë ku, edhe ai mas një kuhe, mas 2 javë, na i kthen informatat që qysh është, tek është, çfarë gjendje është, po unë e kom zbulu ato shumë shpejt, se ai ka ardhur në fshat, edhe ka vetë njerëz qysh i kanë antar të familjes tem emnin, që ai kur më ia dhon atij avokatit, dhomat e tona, edhe tani kur shkoj unë tamam më mbind ai që ka fol me prindin ton atje. Zhvarrosjet e dhunshme të viktimave dhe transportimi i tyre në vendet e tjera gjymtoi trupat dhe krijoi vujtje të reja për familjet. Kjo praktik jo vetëm që thelloi traumën, por e bëri edhe më të vështirë identifikimin dhe gjetjen e të zhdukurve, duke lënë pas një plagë të gjatë shoqërore që vazhdon për vite me radhë. Në 2016 më kanë punu, më kanë thirrë, thash qështu, thash na jem për këtyne institutit, po, thash okej, thash qa ko, tha na vje kesh, thash se ka e bob stan, tha ushte, aprëna me varus, thash që shën shte mëjshme, që mu më kanë thash që i kompletu. Tha, okej, tha, që dënë te, mirë që s'dënë, tha, bish nga të regën, tha, që jo, unë i po du. Ashtë po du të nga kalëzu. Anë tha, e lojmë, tha, mas najstri. Ashtë po umare. E lojmë mas najstri. Ashtë ati që ka s'po bëjmë lafeq, sonte. Ashtë pe barru se ta një kalëzaj. Ashtë, më sham, mi thonë, se di, e nisha vetën shumë keq, e kësha thonë, këmë gjetë, ashtë edhe pjesë, edhe mi shqetsu, mi ju hinkry, familjes me thonë që mos mi besu ma as vërët, më kupten, ishë më pyetje mos mi besu vërët. Një pjesë e trupit i është gjetë në Batanit, i personit. Jemi këthi përsëri aty se ka përnu tribunal edhe me Uleksin kemi shkuj me allakadet, edhe ma mirë, pastrim edhe ma idë. Ende kemi gjetë pjesë trupit aty kur të ra. Edhe një pjesë e nubrit të kockave është gjetë me një varez në Vërmic në kufi me Shqipërinë. Dhe thot, një njeri i ndarë në 3 vareza, që për të fshirë krimin, dhe të që kanë marrë me eskavator, merë këtë një kamion, mushe kamion tjetër, ju kanë ndarë dhe të pjesë të trupit, në 3 vareza, me një distancë të vese 500 km për Prizrenit dhe në Batenic, edhe vareza tjetër në Vërmic. Një i zhdukur, një i vrarë, nuk është vetëm një numër, por një plagë e hapur që vazhdon të jetoj brenda familjeve. Edhe pas përfundimit të luftës, kërkimi për më të dashurit e tyre u shëndrua në një rrugtim të gjatë mes shpresës dhe pasigurisë. Informacionet e pjesshme, raportimet për të burgosur dhe mungesat e së vërtetës së plotë, vetëm sa e shtuan dhimbjen dhe pritin e papfund për familjen. Edhe kur u zbuluan varrezat masive dhe kur u identifikuan mbetjet mortore në zonat ndryshme, shumë familje u përballen me zhvarrosje të dhunshme dhe zhvendosje të trupeve në vende të larta.
Kjo, jo vetëm që e vështirësoi identifikimin, por krijoi traumat e reja, duke i lënë familjet pa një vend të qartë ku të qanin apo të përkujtonin të afërmit e tyre. Në shtëpi kemi një fotografi të madhe të varur në muri. Edhe është fotografia që unë kam komuniku me të prej kur ai s'është më. Atë fotografi e kemi në verzione të ndryshme, edhe ose e mbaj në kulet, e kemi në muri, e kemi në dhomë, edhe jemi mundu përmes saj me zëvendësu mungesën e tij. Është fotografia ku unë kam bërë foto kur kam qenë e veshur me vella. Edhe është fotografia të cilës i rrafehem për çdo sukses, edhe me cilën kam komuniku përmes babit, përmes saj me babin. Interesant që është e krijuar si foto, si kur të sheh thellë dhe të dëgjon me vëmendje. Ashtu ta jep atë ndjesinë kur ti e sheh, sikur përmes syve të tij futesh në qenjen e tij edhe po të dëgjon. Babi më ka mungu në gjitha sukseset e mia, por edhe më ka mungu atëherë kur unë kam pas shumë nevojë. Pengesa burrit, ju mundu me s'mja prish darsmen. Edhe kur kena fillu ndarsëm, më kanë qitë mja fillu valës, veç mu ka sjellë restorani. Edhe u dalë qika më ka ka den, se mas e bani që ashtë, mës mja prish adin me med, edhe jëm të rjek, jëm dalë si një skenja ma, ka vazhdu atmosfera e mirë, po e la një herë me shku të varrit tina. Une jam edhe me hipertension. Ma mur menja si kur shkojnë ato kam jam prish darsmen. Edhe nuk shku veç. I lash me vazhdu që shkan qef, mas si ka pas qef me bon gjithat jeshijat. Meni se najmlađi brat ubio. Kad je saznao, žive u Beograd. Neoženjen u 34. godini, pucao sam sebi u glavu kad je čuo za roditelje. Drugi brat mi umro u 49. godini, isto patio i dobio tešku bolest. Dete od 2,5 godine ostavio, umro. Ka njerë du me besu që në atë kohë, kushdo që ka pas informacion për babin, ose përgjithësi për rastet e zhdukjes shqiptarëve me forcë, vjen në një pikë që s'mundet më me majtë për vete atë të dhenë. Sidomos nështë ka fundi jetës të ti. Kështu e krijoj atë imazhin qysh ka me pas mundësi me dalë informacioni për edhe kanë me u rrëfyu ose kanë me kërku një rrugë që me dhanë informacionin të familjarët. Po shtirë është edhe ashtu, po maj kënaqur jam me a gjetë eshnat me ditë ku janë. Me a ditë eshnat bile. S'unë e di që ajo shku, sa mo. Po me a ditë eshnat e tina ku janë.